Projekti i Bankës Botërore që parashikon devijimin e lumit Radika ekziston. Në faqen e internetit të bankës është publikuar së bashku me impaktin e tij në mjedis. Emri i projektit është Energjia e Rinovueshme Lukov dhe pozicionohet në malin e Korabit mbi një kaskadë ekzistuese të liçenit të Mavrovës. Projekti parashikon ndërtimin e një kanali ushqyes të mbuluar 20 kilometra të gjatë, i cili do të zhvendos ujërat nga Korabi në rezervuarin Lukov dhe lumin Cërn Kamen. Në projekt parashikohet gjithashtu një digë 70 metra e lartë në Lukov dhe rezervuari me kapacitet depozitues 39 milion metër kub. Rezervuari do të jetë brenda parkut kombëtar të Mavrovës dhe sipërfaqja e tij do të jetë rreth 1.5 km2. Në këtë rrjedh parashikohet ngritja e 3 hidrocentraleve. Sipas projektit, një prej pasojave negative do të jetë devijimi rreth 2 metër kub ujë në sekond nga Adriatiku drejt detit Egje, çka do të thotë 2 metër kub ujë në sekond më pak në drinin e zi. Në parlament, kryeministri përsëriti edhe një herë se projekti nuk ekziston. Ne themi s'ka projekt, e jo më të ketë pastaj një vendim për të nisur në mënyrë të njëanshme një projekt në shkeljet interesit ton kombëtar dhe të marrëveshjeve ndërkombëtare të ujërave, cilave ju nënshtrohen po njësoj edhe Shqipëria dhe Maqedonia dhe Greqia dhe kështu me radhë. Projekti i bërë në vitin 2011 parashikon që Shqipërisë dhe vendeve të tjera që preken tu bëhet i ditur devijimi i ujit. Dëmet fillojnë që në parkun kombëtar të Maqedonisë sipas disa ekspertëve ndërkombëtar, të cilët i kanë kërkuar Bankës Botërore pak ditë më parë të mos e financojë këtë projekt.